Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sonde për iftar kam përgatit një përpeç të luginës së Preshevës, i mbushur me gjizë. Një përgatitje thjesht, bëhet shumë i shishëm, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis një përpeç të luginës së Preshevës. Tu kam 600 gram me miell, jam duke përgatit një përpeç me dimensione në një tepsi me numër 40. Tek mielli shtojna 3 lugë gjelle me vaj. Vaj ndihmon që të bëhet tërheqja e petave më lehtë. Një lugë gjelle me krep dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët. Shtojmë ujë dhe e punojmë kështu. Uji nuk dihet sa duhet shtohet, shtojmë pjesë dhe e punojmë, duhet na del një brum i butë dhe e punojmë brumin derisa plotësisht largohet nga dora. Besoj se nuk duhet ujë tjetër, vetëm se e punojmë brumin. Kam punu brumin, kam formu një brum të butë, tash e mbuloj enën ku ndodhet brumi dhe e la që brumi të pushoj për 40 minuta. Derisa brumi i përpeqet të pushoj, ne përgatisim mbushjen. Mbushjen do ja bëj me gjizë. Këtu kam 700 gram me gjizë, ja shtoj një gotë 200 ml shmëkas. Nuk ka nevojë që t'i hedhim krep, sepse gjiza tek unë ka krep, nëse tek ju nuk ka krep, atëherë vetëm se i shtoni dhe krep, dhe vetëm se e përzini masën mirë që gjiza dhe kosi të bëhen në një masë dhe mbushja do jetë gati. Vetëm bëjmë përzitje. Brumi ka pushu mjaftueshëm, tash e largojna nga ena, e kaloj tavolinë pune. Tavolinë pune hedhim mirë dhe e kaloj brumin. Ka pushu mjaftueshëm. Është brumi i butë, i mirë do del përpeqi, qofse ja bani kështu brumin e butë. Tash brumin pak e rrokollisim tek mielli, shtoj miellin dhe qofse ka nevojë. Është bërë shumë brumi i mirë, e ngjeshim kështu pak. Dhe brumin ta shëndoj në 16 pjesë të barabarta. Në fillim do e ndoj në 2 pjesë, kështu, dhe secilën pjesë e ndoj në 8 pjesë. Mundohem secilës pjesë jap masinë e njëjtë dhe e bëjmë kështu secilën pjesë në formë të një kulaçi. E rrokollisim në mirë, e hapim formën e kulaçit dhe mundohem të jap formën e lëmuar. Këtë mënyrë vazhdojna turtje me gjitha, shtojna në miell, tavolinë pune sa herë që ka nevojë. Gjithë pjesëve brumit ja kam dhënë formën e kulaçve, tash marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapjen. I hapi kështu në anë shkopit në një masi sa një pjatë e vogël. Kështu, i hapi të gjitha dhe i la në tavolinën e punës, ato do pushojnë dhe do kemë më lehtë më pas të bëj tërheqjen e brumit. Ja pram këtë masi. Kështu i hapim gjitha. Në mënyrë të njëjtë vazhdojmë tutje me të gjitha. Kam bërë hapje në gjithë kulaçve, tek secila shtoj kështu nga një lugë të mbushur plot me gjallë. Këtu kam shkri gjallë dhe vaj. Zakonisht përpeçat përgatiten vetëm me gjallë apo me të linë, mirë po bën pak më të rëndë. Kështu unë kam bërë përzitjen e vajit të Preshevës. Tash morim petën e parë. Kështu, përhapim gjallën. Në gjithësi përfaqen. Tash marrim kulaçin e dytë apo petën e dytë dhe e vendosim tek peta e parë. Me majet gishtave bashkojmë qoshët. Kështu.
nga gjitha anët, I bashkojmë të dy petat. Vëreni edhe vetë se brumi fillon që të tërheqet shumë lehtë. Tash petën e tretë. Petat I vendosim zakonisht nga ana e lyer, kështu mbrapa I vendosim. Kështu bashkoj. Kështu në këtë mënyrë I rënisim të gjitha njërën mbi tjetrën. I radhisim. Duke I bashkuar kështu tek qoshet. Tash e kthejmë brumin nga qetra anë, kështu në çdo tretën petë kthejmë brumin nga ana tjetër. Këtë mënyrë e kontrolloj sa ngjiten të gjitha paralel. Hedhim gjallë, një luftë dhe vazhdoj me radhiqjen e petave. Mirëpo këtë petën kur ta vendosim kur shtrojmë gjallë nuk e kthejmë nga ana mbrapa, po e lëm kështu siç është, pasi ka gjallë mjaftueshëm. Dhe kështu e tërheqim brumin. Kam radhitur gjithë petat njërën mbi tjetrën. Tash brumin e kthej përsëri nga ana tjetër dhe kështu në anë të duarve të teqi. Unë përqendrohemi më shumë tek pjesët më trasha. Morim dhe shkopin pak në anë shkopit, e hapim brumin, pak e tërheqim me duar, e bëjmë në masi 10 cm më të madhe se tepsinja. Kështu në këtë mënyrë, ambienti I dhomës kur të përgatitni për peç duhet të jetë konstant, nuk guxon të jetë I ftohtë, por nuk guxon dhe të jetë dhe shumë I nxehtë. Kështu, ka qoshet, mundohem që brumin ta bëjmë të hollë. Tërheqim kështu. Kam hap brumin masi të dëshiruar, ja e vëreni dhe vetë se është më e madhe se tepsinja brumi. Tepsinjen e kam lyer me gjallë të ngrira, se si zguzon që të lihet me vaj apo me gjallë të shkrir. Tash me shumë kujdes, morim dhe tepsinjen e kaloj në brum, kështu. Këtë mënyrë. Dhe përsëri ja tërheqim qoshet me duar. Tërheqim kështu sa mundemi, përqendrohu më shumë tek pjesët e trasha. Nga qoshet, tërheqim. Tash, pasi e kam përhap petën, me sipërfaqen e tepsinjes, kaloj mbushjen. Kështu. Dhe mbushjen mundohem që ta përhapin trashësinë një nga gjithë anët. Mua më pëlqen që hedhi kështu nga timave me shumë mbushje, ju mund të shtani edhe më pak nëse doni, mirëpo me mbushje më të shumta më të mira dalin. Përhapim kështu.
Si për I hidhen, kështu, 2-3 lukë me gjalp. Dhe tash morim pjesët ansore dhe I kthejmë në tepsi. Kështu, gjatë kohës që I kthejmë në tepsi, I japim formën e hundave. Në këtë mënyrë, pa gjitha anët. Kështu me këtë gishtin e mesëm, ja formojmë hundat. Dhe kur ta ktheni brumin në tepsi nga janë që filloni nga janë e përfundoni. Gjalpin e ngelur e shtojna nga ansorët e përpeqit. Dhe në mes ja shtojna një vezë plot dhe përpeqja është gati për pjekje. Kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në temperaturë dhe pjekje rreth 20 minuta. Përpeqjen e kam larguar nga furra, ka dalë shumë I mirë, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. E spërkasim pak me ujë, vetëm se pak. E mbuloj me një tepsi, e lojmë që të ftohet dhe do jetë gati për iftar. Përpeqja shtohur është gati për iftar. Ta largojmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Ka dalë shumë I mirë. Ja dhe si duket përpeqi I luginës së Preshevës. Ka dalë vërtet shumë I mirë, shkon shumë për iftar. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si e kam përgatitur, mirëmbajtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.